të gjithë ne që jemi pjesë e këtij sporti kemi qenë të surprizuar kur kemi dëgjuar që Giro d'Italia do startojë në Shqipëri. Është një rutinë tashmë e bërë prej vitesh nga organizatorët, sepse normalisht ata janë një biznes i mirëfillt dhe kanë zgjedhur këtë mënyrë për të promovuar shtete, po sigurisht edhe për të siguruar të ardhurat që i nevojiten për ta menaxhuar më mirë eventin e tyre. Unë uroj që të përfshihemi të gjithë dhe të përfitojmë sa më shumë që kemi mundësi nga ky event, duke filluar që nga fëmijët, që duhet të jenë të pranishëm për të marrë një shije pozitive dhe për ta ushtruar më pas si profesion, si sport, por sigurisht edhe nga të rriturit, nga prindrit që janë ata shtylla kryesore e familjes për të shtyrë fëmijët e tyre ta ndjekin si sport në vazhdimsi, sepse është një mëkat i madh që edhe ne në vitin 2025 festojmë 100 vjetorin e rrethit ciklistik të Shqipërisë.